6 ditë pas shkarkimit nga Këshilli Bashkiak me votat e PS dhe PD dhe 4 ditë pasi e firmosi qeveria, Erion Veliaj ka paraqitur ankimim në gjykatën kushtetuese. Sipas tij, largimi nga posti i kryebashkiakut përmes nenit 62 të ligjit mbi qeverisjen vendore nuk mbështetet në kushtetut, duke përcaktuar se kjo procedurë përcaktohet në nenin 115 të ligjit themeltar të shtetit. Sipas nenit 62, shkarkimi parashikohet kur i zgjedhuri dënohet me kryerjen e një vepre penale me vendim të formës së prerë nga gjykata dhe nëse nuk paraqitet në detyrë për një periudhë 3 mujore të pandërprerë. Më tej shton se neni 115 shton se ai shkarkohet nga Këshilli i Ministrave për shkelje të rënda të kushtetutës ose të ligjeve, ku në rast të ankimimit çdo gjë pezullohet. Më tej Veliaj shton se mungesa e tij vjen për një pamundësi objektive, pasi prej 12 shkurtit është nën masën e arrestit me burg, ku SPAK e akuzon për korrupsion, shpërdorim detyre, fshehje pasurie, pastrim parash dhe futjen e sendeve të paligjshme në qeli. Në analizë merret edhe fakti se qeveria e ka mbështetur shkarkimin mbi nenin 100 të kushtetutës. Në këtë rast, në ligjin themeltar thuhet se Këshilli i Ministrave nxjerr vendime dhe udhëzime, por Veliaj shton se kjo nuk mund të rrëzojë ankimimin mbështetur në nenin 115, ku përcaktohen rastet e ndërprerjes së mandatit, ndërsa shtohet se mungesën Veliaj e ka plotësuar duke komanduar nënkryetarin. Megjithatë, mbetet për tu parë nëse gjykata kushtetuese do të pezullojë zgjedhjet e reja në kryeqytet, ku PS ka vendosur të garojë me Ogerta Manastirliun, ndërsa e djathta ka nisur konsultimet për një kandidat të përbashkët. Më vete do të dalë me një emër edhe Lëvizja Bashk.